me qenë të hapë për marrë deri te formula. Cili është? Fillim është në parë. Motivi dominant, do më thonë është qëndror. Dollar. Që po shtini, po e bëjmë dollar, ose euro, do më thonë parave. Kjo është motivi dominant. E po rrisim si një njësi përve. Njerëzit në network marketing nisën pikës pari për motivi material. A është të vërtet? Të vërtet është. Nëse unë e pyes vetëm, ku kom fillu, a e ka qenë vetëm. Nëse ju pyetni vetëm, gjithmonë ka qenë. Hala është çaj motiv. Ende është. Të thonë, kjo është motiv. Si ta qumë, motiv? Dominant. Bravo. Motivi dominant. Edhe kjo është vlerë. E po parë është vlerë. Ama a ekziston me bo vlerë për jo vlerës? Nuk mundet. Qysh bëhet para? Çka qëndron mbrapa produktit vlerës shtuar? Çka qëndron? Qëndron aktivitet, harxhimi i energjisë, harxhimi i mendjes, i punës, i kohës. Do të thotë, s'mund mu kriju vlerë për jo vlerës, duhet me pas generator rreth kësaj, me pas generator që krijon këtë vlerë. Do të thotë, burim i energji, themi për me marrë kjo dritë deri te ne. Mbrapa kësaj, dini çka qëndron? A dini çka qëndron mbrapa kësaj? Nëse kthehemi te generatori, ka rrjedhat ujit, ka sjellje të hatashme, ka akumulim, ka proces natyror, proces shkencor, teknologjik mbrapa për me marrë deri te kjo. Nisoj edhe kjo dritë. Për marrë deri këtu, duhet me pas proces, edhe procesi me qenë shkak, i dominum, shkak, rreth temës. Shifni tash, mundi me ushtru një gomar me qenë perfekt gomar. Me vërtet, me bajt shumë anë e kënemi. Po kura i gomar nuk i arrin performansat e një kali. Ushtroni sa doni me gomar. Se në mund kali. Do të thëtë, ku me di çfarë gomari me qenë? Unë duhet me di se jam gomar dhe me funksionu si gomar me qenë gomari më i miri. Mja ditë vetës cili është talenti im. Nuk mundi ju mi konkuru Bill Gatesit. Asun. S'u miru të lojën e kalit, as lojën e shqiponës, as lojën e luanit, as telefonit. Për atë që jam unë, du të me zbulu për çka jam unë, ose nëse kom marrë një punë me pa karakteristikat e asaj pune, edhe në bazë të asaj me funksionu për me kriju generatorën edhe mu këtë vlerë. Po flasim ta gjithmonë për network. Për me ardhur deri te kjo vlerë. Çka ka mbrapa? Ka generator edhe ka elemente për rreth. Ka përmbajtje tjera. Ka përmbajtje tjera që ndihmojnë në mënyrë direkte, indirekte, e ndihmojnë këtë proces. Edhe atë ne kemi thonë është çka? Investim në vetë. Këto me zveti kretë komunikojnë. Si çka për duket këtë? Më duket si neurona, a këto lidhe si kur sinapsa. Bisedum për neurona dhe sinapsat e trupit. Sa më shumë sinapsa, aq më shumë funksionon trupi. E tash, të ju kthej tash te rjetat. Për me pas sukses një rjet, për me dhonë motivin për cilin është nisa e rjetë, ajo rjetë duhet me qenë edukume, me pas edukim. Edhe atë edukim e promovojnë network marketinget të ndryshme, mas shumë të unë që e kom pa ka qenë
më e vogël. Unë nuk kam network më të organizuar sa i përket përcjelljes së informacionit edhe edukimit. Mirë po, këto që po i shihim, këto janë elemente për mbajtje që flasin për personalitetin tonë. Kjo është karakteri jonë edhe ajo që ne si qenje jemi, ato janë perceptimet tona. Hajde ta zbërthej, nuk di sa jemi qartë. Hajde ta zbërthej. Sa njeriu funksionon, e krijon narrativin për vetveten, për hapësirën që jeton, për botën që është në bazë të 5 shqisave. Do thot, cilat janë 5 shqisa? E kemi shqisën e të pamurit, të dëgjimit, të nuhatjes, të shijes edhe prekjes. Në bazë të asaj, ajo është sistem kompleks që në varësisht ne si i kombinojmë ato shqisa. Jo, asnjëri njësoj nuk i kombinojmë. Për shembull, këtë ngjarje tash, ju po përjetoni secili në formë të ndryshme. Asnjëri njësoj jo. Në bazë të shqisave. Ato shqisat çka bëjnë? E krijojnë narrativin në trunin tonë, trunin e ju. Do thotë, truri si organ qendror që e bën perceptimin në bazë të asaj që shqisat neve na mundsojnë, e japin fotografinë e juj për qatë çështje ose për të çështje tjera. Botën ne e shohim varësisht si neve e perceptojmë në bazë të shqisave dhe përpunimit ton në trunin ton. A është kjo e qartë? Etash, në network marketing, lideri, edhe ai që do më dheq rjetën, e din shumë mirë se duhet për marrë deri te paraja, duhet me u plotsu këto përmbajtje, gjitha duhet me u plotsu, gjitha duhet me pas, ndoshta jo gjitha, por shumë se duhet me qenë elemente të vetdijes plot. Për shkak se nëse unë jam nis drejt me kriju para, pa vlera tjera, këto janë krejt vlera. Themi, këto të ejteve, më partë mërkurëve që kemi bërë, dhe temat që kemi bërë, janë elemente indirekte që ndihmojnë përfitimin e parave. Këtë çka kemi folë deri tash, këtë çka kemi promovu deri tash, kanë qenë elemente ndihmëse që në mënyrë direkte apo indirekte e ndihmojnë atë proces. Jo të gjithë e kanë besu edhe e kanë perceptu në asisoj. Për shkak se kur janë nis për motivin dominant, unë du me fitu para. Dhe kur i thu ti, se nëse do me fitu para, dush me nis me lexu rreth asaj teme, për shkak se generatori çka thamë, funksionon edhe jep vlerë rreth atij motivi, vetëm po që se në temën, prandaj edhe shembullin e gomarit. Nëse du me bajt shumë, duhet me ushtru unë e mirë, që me bajt sa më shumë dru, me qenë gomari mirë. Me dhonë performansë mirë. Dhe me qenë i përgatitur. Me ushqy mirë, me qenë i ushqy mirë. Me dhonë performansë. E ta shka ndodhë, në grup të madhe, në sistem, në rjetë, nëse njerëzit janë nisë vetëm për motivit material, dominant, këtë imi nisë, ama nuk e kanë kuptu se për marrë deri të kjo, duhet me avohë hizmetin, se këtu eksiston një atribut që quhet punë. Punë adekvate sistemi. Edhe nisët prej elementit kryesor. Cili është elementi kryesor në më e vogël?
Cili është në shoppingu. Lidhja mes shoppingut, njeriut me shoppingun, I cili bëhet të tregtar brenda sistemit. Që aty fillon. Edhe loja është, nëse unë kom orientu shopping, kom orientu prej masës parave që ekzistojnë në botë, kom orientu shopping, unë çka kom bë? Kom bë marketing. Një pjesë të qarkullimit parave, kesh flown që edhe ashtu qarkullon në botë, e kom orientu të disa tregtarë. Në emër të asaj, çka ka ndodhur? Kom marrë provizion. Nëse du më shumë provizion e bëj, rjetë. Mirë, por në atë rjetë, duhet me pas proces të edukimit që masa e njerëzve, me qenë në masë kritike, via e mesit, me qenë masë kritike e ventijes lartë, se deri te paraja nuk vihet në mënyrë pasive, hiç pa punu, hiç pa apovizim. Është shumë çudi e madhe se kur përdoret nocioni punë, njerëzit kanë dhimbje. Kur I thu punë, duket se thu se ki gjyku me dëni dënim. Kur I thu punë. Realitet është promovim I një procesit I cili e humanizon shopping e tash. Nuk muj me kuptu. Atë shumë kemi pas ligjerata, unë prej vitit 2012 deri tash me mija, domethënë 2-3.000 është prezentime. Që pa mas, prej Business Infos deri në seminare të ndryshme. Po njëkohësisht, jo vetëm që kom folë, po kom marrë pjesë në seminare tjera ku tjetri ka folë, tjerë ka folë. Edhe çka? E kom kuptu se pa qenë këto atributët, unë e bona një rreth ka dhe në tjera, nuk mundë me ardhë deri këtu. Muj më ardhë, themi, e kom plëcu një atribut vi, marrë diçka me një sistemi, këtën, pra. Duhet me kuptu një herë për gjithmonë, se kur bëj një punë, për më arrit një qëllim, ajo vjen përmes investimit në vetvete. Kur themi investim në vetvete, do më thonë, në çdo aspekt me kultivu, me pasuru, me shtu dijen edhe kapacitetet personale të trunit, po dhe përmirësimit të karakterit. Për shkak se ne, thash, përmes shqisave, shohim në formë të ndryshme, varësisht se si jemi rritë, për shkak se edhe rrethanat na kanë kriju asisoj që themi dike një nuhatje, themi një aromë e shtym në emocion pozitiv, a tjetër në fut e njëjtë aromë në emocion negativ. Për shembull, te unë, kur fillon me lulëzu në pranverë, themi me gjembru natyra, lulëzu lullet, për shkak se lirojnë aromat të ndryshme, unë përfitoj një motiv shumë të madh për rjetë dhe për punë. Diken tjetër e futen melankoli. Varësisht për rrethanave jetësore. Dikush merr energji, dikush bie krejt. Do thotë, jo të gjithë I kanë me të njëjta shqisa e perceptojnë njësoj botën. Ajo ndodh te secili njeriu dhe gjithmonë ekziston një ansa. Rrallë ka dy që shohin njësoj. Po, ne mujmë u pajtu se diçka që është e bukur për gjithë, është e bukur, dhe këtë thonë shumë e bukur. Mirë po, niveli sa ato ndjenjat e mbrëmshme, themi emocionet, thithin, themi atë bukuri, davon të njerëz. Ju duhet me ditë se kur punoni rrjet, punoni me njerëz të ndryshëm, të cilët janë nër mesatarën e perceptimeve, hajde të themi normale,
jetës. Motivi i tyre është çysh marrë deri te para. Edhe është rënd me i majtë në proces njerëzit për me kuptu se deri te parët vihet në formë krejtësisht tjetër. A i dini pse? Për shkak se ju keni eksperienca të ndryshme të familjeve, të njerëzve që i njihni, si kanë ardhur deri te parat. Dhe ju mendoni se ata kanë ardhur direkt te parat. Jo, ai është proces dhe ata njerëz edhe me qenë para që vjen për kriminalitetin, është proces i kanë plotsu kushtet, do të thënë negative i kanë plotsu kushtet. A për mund heqë jetë është shumë rëndë. Rëndën në përshtim thojse. Pse? Për shkak se duhet një kulturë e posaçme që duhet më promovu që njerëzit me kuptu se duhet mi pas ato atribute. Disa qindre herë ku përmend se qëndrueshmëria është atributi që i stolis krejt njerëz të suksesshëm. Domthonë ata janë të ndryshëm, po të gjitha kanë karakteristikë janë të qëndrueshme. Qëndrueshmëri domethënë qëndrueshmëri do të thotë të gjitha format e sfidave që paraqiten mi tek ai. Edhe thu, pa marrë parasysh çfarë sfide mund paraqiten. Unë jam i gatshëm me sakrifiku më marrë deri te këto dije, deri te këto karakteristika, për më marrë deri te paraja. Çka po mendoni? Në fazat që kanë ndodhur në këtë proces 13 vjeçar, prej kur tash është më po hyn vitin e 14. Që jam network. Çka mendoni? Sa ka pas momente të rënda sfiduese? Ja shkon. Plot ka pas. Ma të mëdha ishin, unë mendoj se si kalon koha, sa më shumë që hypi në karrierë, do të jetë malet. Çka ka ndodhur? Maron. Sa më nalt që u fut, kanë fry hera, stuhi më të rënda. Stuhi rënd ishte 2 vjet Covid. E ndroi krejt sistemin e të menduarit, narrativit të percepcioneve të njerëz. Rjet. Nuk e ti themi për jetës time që do të bëhet gati 200.000 njerëz, cili person brenda çfarë ide ose çfarë i thot mendja ose trupi. Madje ndodhi konflikti nivel planetar po flas. Rusi, Ukrainë. Dhe po ashtu e ka ndiku, ato ndikojnë te perceptimet tona. Ato ishin sfida shumë të mëdha. Çka më ka mbet mua në ato sfida? A më ndru kahën e Covid? Jo. A më ndal luftën? Jo. Çka mbetet mua? Në bazë të rrethanave të krijuara. Unë me shfrytzu kohën që me u rrit personalisht. Me ndryshu paradigmën, narrativin tim rreth kohës aktuale. Kur ka pas mbyllje, domethënë, me siguri ka pas edhe këtu regjim ku njerëzit s'kan mujt me dalë. Në Kosovë, Shqipëri ka qenë ajo më kështu e enveriste. Aty ku banajon është vend dinamik, ka vetura, ka rruga, ka pas qetësi absolute. A dini se unë për atë qetësi tash kam nevojë. Edhe çka kam bërë atë kohë, mas shumë t'i kompleksoj. Kurrën e balkonin e banesës nuk e kam shfrytzu për shkak të zhurmës veturave. Gjatë Covidit ai ka qenë vend jashtëzakonisht i bukur. E kom kërku mbështetjen time, domethënë atë ushqimin tim që gjatë kësaj kohe me shiqu me mbulu zbrastimin që është kriju. Pastaj jam adaptuar në nivelin tjetër të përdorimit të teknologjive të online, mas shumë të atëherë filloi ajo sistemi i Viberit, i këtyre webinareve. Zë kujtohet. Dhe madje vazhdoj domthonë ndryshoj sistemin, për me ndryshuar atë sistem. Është dash me bë një ndryshim, është dash me bë një lëvizje. Shumica çka kanë bërë? Le të kalon Covid-i mas ne shohim çka bën. E kanë ardhur dhe shoppingun lë.
Që aty ka dalë me papuqe, ka marrë, ku ka mujtë. Ka po shoppingun, as si ka interesu realiteti. Atër sfida liderit ka qenë me majtë energji në nivel të nartë. I po shumë është rëndë me ndiku gjithë me i majtë e njëti nivel. Eta, shka ndodhë? Nëse diku ndodhë qelisë që është e vdekur. Themi që kjo në strukturë, këto e në atribute, ama kemi njerës që është qelisë e vdekur. Ose është kancer. Çka ka bo? Çka ka bo kanceri? Infektu dhe tjerë. Ka shku, i ka helmu edhe qelisë dhe tjerë. Metastaze. A ka mujt me helmu ndonjë qelisë, ose ndonjë person i cili ka qenë nivel full të energjisë edhe ka investu në vetë. Jo. Që është i shëndosh. Jo, këta ka helmu, atë që ka qenë afër, ma i dokti që ka qenë afër me mendime. Edhe metastaza është për atë. A ne dim se botën e kanë hecë para 5%, 95% janë aut përtojnë me mendu. Nuk di se e një qëtë. Nuk vjetë. Pa tjetër, duj me qenë të vetëdijshëm se ekzistojnë këto elemente. Po, me rëndësi është për mu që ju me kuptu se deri te kjo nuk arrihet lehtë pa e bo hizmetin s'paku vetës, edhe pa e përcjell të tjetrit atë që ti si mendime ke kriju në bazë të vlerave të shtuara që ja ke hap derën ti. Nuk mundesh dikujt me i dhënë diçka që ti nuk ke. Ti mundohesh, ama kot ti i zbras, dhe mundesh me dhënë vetëm zbrastimin, kush e ti. A kur ulemi në tavolinë dhe diskutojmë për motivin dominant, edhe nuk ka para, çka themi? Nuk ban networku, kjo nuk ban. A nuk e shohim vetë se në realitet, të ne është problem. Motivi kur jemi fut në mrenda, nëse ka qenë dominant vetëm paraja, a ndërkohë nuk e kom kuptu se deri te paraja vit, po qese unë i respektoj rregullat e gjeneratorit. Po, unë kom vetë prap të motivi të fillestar vetëm a ka para. Shihni çka bëj. Nesër, ose javën tjetër, me pas këtë marketierat që kanë hyrë, me pa në konto para, çfarë do bazë? Kjo sallë nuk i nxen njerëzit. Nuk i nxen. A unë pyet them, sa ai që futet me motiv vetëm para, mos po them se qëllimi komunitar nuk është ky. Okej është, por nuk është direkt më i madh, duhet mirë indirekt. Unë pyet them se edhe me marrë ata para, nuk është e mundur me marrë një suksesive, nëse pasiviteti tyre fillestar ka qenë për para edhe nuk bëjmë kur që tjetë. Ju shifni, kush ka që dur ose kush është ma negativ. Kretë ata që kanë hyrë për me pas shka akcion. Edhe kanë kuptu, okej, kam akcionet, po edhe në botën e akcioneve se ka kuptu lojë. Nëse dikush për ju është i edukum, qysh funksionon botë aksioneve, që unë për ju them se Amazon, ose merrni edhe Apple, 30 vjet nuk ka dalë dividende. Aksionin tyre ka hyrë, por dividenda s'ka dalë 30 vjet. Zdin, a e din Skënderi, se njefat. A e mendoni? Në Turqi, domthonë është një kampanjë për me bërë një vetur nacionale turke. Dash me startu me disa bilion dollar. A e dini aksioneri më i vogël me sa bilion, me sa para ka hyrë? Me 500 milion dollar. Aksioneri më i dobët. Edhe rregull është 15 vjet
mos e pas kur farktimit parë, mas 15 vjetëve me fillu fitimi. Që hyni, kontrolloni ato dhe t'i shifni. Warren Buffetti prej moshës fëminore ka fillu me bo investime pasive, mas 40 vjetëve është kriju milionat e parë. Të po thotë ala më interesante. Ha. Amazoni po thotë nuk pagun dividenda pa aksionar, do të thotë më investu parët që me rritin në rritat e mashë. Do të thotë vjet. Ana çka bëjmë? Çka bëjmë tash e mysim patën, pak më marr krejt vestë, sa nuk presim në më na thonë çdo kush që një vestë art, pas ka pata vestë arta, pa patën t'ja marr krejt vestë. Në figurative po e them. Mytja e patës është kur ti pasivizohesh me një sistem ku ka nevojë për aktivitetin tënd, s'po për shoppingun tënd. Dhe kjo është shumë punë me rëndësi. Apple mas 17 vitesh. Apple ka dhënë mas 17 vitesh. Për me kriju vlera, çfarë do vlerë? Për me kriju vlerë që ju e dërnë, jetën, botën që ju e dërnë. Jo orën e kaluar, orën e para kaluar diskutum për atë kufirin, ose të themi atë mos kufirin, ose unifikimin e shkencorës, dijeve me shpirtënorë. Edhe thamë se përmes fizikës kvantike, edhe rregullave të fizikës kvantike, shkenca dhe bota mu e kupton se ne mund ta krijojmë jetën tonë. Ne jemi vetë kreatorë të jetës. Ne jemi kreatorë. Po problemi është se ne nuk e besojmë se ne mundime me qenë kreatorë. Aty është problemi. Edhe ato kreacione ekzistojnë këtu. Shifni, nëse unë e bëj analizën time, rezultatet që në arrit këto 13 vjetë, në krahasim me 130 vjetë më parshme të familjes, janë pa krahasysh. Pa krahasyshme. S'po flasim në pikpamje materiale. Po flas në pikpamje të vlerave tjera, pa krahasyshme. Kjo do të thotë se nëse unë vazhdoj dhe 13 vjetë tjera, nëse kam jetë, nëse e kam determinuar për krijuesit, do të krijohen vlera poshto tjera. Që do të thotë se unë me 13 vjetë e arshme, unë e rregulloj edhe 130 vjeçarin edhe tashëm po e te i kalere të kaluar. Edhe ajo bëhet gradualisht, nuk është e mundur për një ditë. Ama nëse çdo ditë unë e bëj hizmetin punës, sikur që hani bukë çdo ditë, cili prej jush nuk hani, nuk pini. Nëse ju e ushqeni trunin me atribute themi pozitive, me vlera të shtuara, në ditën mas sa merr një ushqim, mas 10, 15, 20 vjetëve, dallimi është shumë i madh. Ma nderealizohet kjo. Po ne çka do njerëzit? Shpejt. Ajo është mentaliteti i tezgës, të kompiragjisë që në mëngjes duke që në nëshmu, po i nxerrën tezë kompirat, i shet në fund mbrëmje i numëron para. Ai nuk ka kohë se ajo me mendu. Dimrit, mërdhiket, verës, piqet, për me shit patatë. Edhe në fund mbrëmje i numëron para. Aty s'ka kur faj investimi. Atë që aty mbaron. Edhe shef ditë për ditë. Po, puna në network është me rrit numrin e njerëzve rreth asaj ideje, prafërsisht me mendu njësoj rreth asaj ideje, dhe prafërsisht me i pas edukatën e përafërt, edhe bashkarisht shumë më tepër krijohet vlerë për secilin individualisht.
Nuk mund të punë sa ta që rritë mund, nëse punoj në të fortë, sa ta që rritë mund, personalisht, sa ta që bëj investim vetë. Në punën që bëj me ju, nuk është e mundën unë me u rritë, po që se nuk ka në mesin e ju, s'paku një numër kritik i njerëzve që prapërsisht mendojnë si unë. Së është e mundur. Është e mundur unë me bani sukses në mendimin tim. Ama nëse rrjet, kjo është puna e lutjes, nëse qojmë lutjen në mas, atëherë performansa kthyse që vjen ata njerëz që lutën në mas, për njeri, ai koeficient është më i lartë. Për shkak se fuqia që përcillet, më tregova 2 orësh, para 2 prezentimeve, meditimin budistik që kanë bërë në Washington, duket. Edhe ka koeficienti, ka përqindja e kriminalitetit. Për shkak se në mas është përcjell energjia. Dhe sipas fizikës kvantike, do thotë se ekziston kufi në mes mendjes, dijeve edhe shpirtënore. A materia krijohet te elementi shpirtënor, materializohet atje, do thonë atje krijohet e materializohet jetën e përditshme. Unë jam kreatori. Sa minuta? 57. Kam të shkejma shumë e gjërë, në punët me hyja aty, nuk dalim edhe 2 orë. Shime, vetëm një punë duhet me ditë. Se truri njeriu, fatmirësisht, pa marrë parasysh në çfarë gjendje jam sot, e ka plasticitetin e vetë. E ka atë aftësinë e ndërtimit ose pasurimit. Asaj në mjekësi, në medicinë quhet neuroplasticitet. Neuro është neuroni, plastiteti është pa marrë parasysh çfarë përgatitje momentale, mentale trurit ka, unë mundëm me shkaktu ndryshim edhe pasurim të rritjes neuronave, lidhjeve mes neuronave, të në sinapsave, edhe me dhënë performancë. Ta dini një punë, nëse për ditë e bëni atë punë që keni bë dje, par dje, çdo ditë e përsëritni të njëjtën punë, nuk ka zhvillim trunit. Nuk ka. Nëse s'ka zhvillim trunit, atëherë nuk ka realizim. Çfarë ju them? Shkencërisht është e vërtetuar se pjesa përpara me trunit mendon. Është ekzekutiva, e mendon. Vazhdimisht mendon. Në bazë të atij mendimit, në normën e prapme krijohet fotografia e asaj që duhet qenë. Domthonë fotografitë krijohen mas. Ato shqisat për cilat fola, domthonë ato kryqëzohen diku në mes të kokës, domthonë nëse bëjmë prerje, diku në mes kryqëzohen. Domthonë e shohim me 2 sy, me syrin e majt diku kryqëzohet ka ana e djathtë e trunit edhe e kundërt. Do thotë shqisat e mia e krijojnë mrapa fotografinë mentale të materializimit të asaj që unë do të bëj. Do thotë truri përpara, domthonë pjesa përpara me trunit është analitik, që mendon. Sa më varfër që mendojmë, fotografia mas është më e varfër, më e keqe. Dëshirat janë diçka tjetër. Dëshira është dëshirë, me kërku. Ama nëse dëshira nuk korespondon, nuk është e përputhshme, nuk është kongruente me mënyrën e të menduarit, analitikën time, nuk është e mundur me u kriju fotografi e shëndetshme mos. S'është e mundur. Përkundrazi, krijohet fotografi krejtësisht tjetër. Ja një shembull. Do thotë është bë hulumtim te njerëz të burgosun që kanë pas vepra shumë të rënda. S'po flasim për konfiguracionin e trunit, është shija dhe fotografi truni është me të meta.
çka ka ndodhur? Është në përfundim në intervistat që bën ata burgosur, vrasës kriminal, gjatë rritjes 95% atyne kanë thonë se printet e tyre i kanë thonë ti ki me marrë në burg. Edhe në trunën e tyne për të përparme, në analitikën e tyne, si fëmijë, mandeni në adoleshencë, në rini, cile ka qenë narrativi i jetës. Sa ata duhet me marrë në burg. Fotografia atyne ka qenë ajo. Edhe ata komplet sistemin e të menduarit, themi, e kanë orientuar ndej. Edhe kur janë hyrë më thellë me pas sa ata janë s'kan pas emocione, ata nuk kanë qenë të vetëdijshëm se me vrasje po bëjnë dëm. S'ka mujt trurit tyne me e kap. Do të thotë, varet çfarë trurit përparm kemi ne për me u kriju fotografia mbrapa. Nëse të menduarit është i shëndetshëm, normal se me qenë ideal. Ideal, po me shku, me u afru sa ma shumë ideales, atëherë fotografia e mbrapa është si duhet, ajo është rregull. Edhe për asaj rregull s'ka dalë askush. E tash pse njerëzit e humbin vetvetën? Pse nuk mendojnë në mënyrë racionale? Pse nuk e kultivojnë vetvetën? Për shkak se janë stres. Janë stres. Nuk janë sfidë. Sfida t'jep adrenalin për punë. Sfidë. Të janë stres. E tash, kur sfida është totalisht e pashëndetshme. Vetëm parë. Aja kalon stres më. Kalon stres. Edhe mandej stresi është gjendje e paralizës ku mo kur gjo nuk bën, edhe vetëm shiqon me fajsu rrethin për mos suksesin të. Ajo stres kur gjë tjetër. Tash derisa po flas unë, ju po bëni analizë me trurin e përparme dhe po krijoni fotografinë e momentit. Domthon, po bëni analizë, kjo është gjendja e tash. Që, domthon ne po flasim, është kriju një farë mendimi me trurin e përparme, e tash ju keni fotografi krejtësisht tjetër në krahasim, themi me një situatë ku nuk e kishim pas këtë gjë. Dhe kjo është vetë futje në procesin e të menduarit. Fatkeqësisht e kemi një herë në javë, mund ta shpeshtojmë, por duhet edhe ndihma juaj. Ju me qenë proaktiv, mos me qenë vetëm pasiv, me ardhmë me dëgju dhe mos me thonë kushtet janë kriju krejt, por brapa asaj ekziston një organizim, ekziston një kreativitet për me pru deri këtu punën. Domethënë, ne krijojmë përmes të menduarit. Do të përfundoj tash. Sfidat e përgjithshme që na ndodhin janë gjithmonë hajde më mirë ta formuloj. Sfidat e jashtme janë gjithmonë të rënda. Nuk janë të lehta. Shihni, nëse kthehena në fëmijëri, më mend themi prind, po dhe shoshnia e prindve, po dhe gjysha, më mend si fëmijë, themi lajmet i kam dëgju dhe unë dëgjesha lufta në Vietnam, Kambodgjë, viteve 70-ta. Mbaj mend bile edhe fotografinë, domethënë atë narracionin si fëmijë, kur diskutoheshte Kennedy si kryetari i Amerikës, po mandej Nixoni. Do thotë vazhdimisht në lajme ka pas se në botë diku bëhet luftë. Edhe nëse e marr atë kaluar edhe sot e njëjta edhe sot njëjtën e kemi. Çfarë do të thonë? Sfida të jashtme
Lufta atje, luftë këtu, gjithmonë ka më pas. Kur nuk ka me ndale. Shqyqani në kontinuitet, historikisht. Do shta s'ka pas luftë botnore, ama ka pas vende që ka pas sfida. Për marrat sfidën, sa jemi si sfidë ndërkombëtare. Sfidat e përditshme, individuale, familjare, të rrethit, ku jam rrit, katundit, qytetit, mahallës, në familje, po ashtu ka pas gjithë. Ka mbaru një proces, ka fillu një proces tjetër. Unë jam rrit me një familje, ma aja familje s'ekziston. Ekziston, po jemi të rritur se cili kemi kriju, dhe është shkatëru në tojza një bashkësi, jam kriju bashkësi tjetër. Dhe vazhdimisht ka ndodhë ndryshimi. Edhe ajo është konstant. Ajo është e pandryshueshme. Gjithmonë kena pas sfidë. Njerëz nisën në jetë edhe gjithmonë e mendojnë vetëm marrën pozitive. Duke mos e ditë, ose duke mos e marrë parasysh se ka prapasaj edhe sfida. Vazhdimisht në sfida. Gëzohen njerëzit se janë martu, për me majtë martesën ka sfida. Gëzohen njerëzit që ka lind fëmijë, për me majtë dhe me kultivu ka sfida. Fillon prit pelenave deri te smundjet. E dhe mandet të shkollit. Ka sfida. Nuk del matematika e shtëpis në pazar. Thot, ajo është konstant. Kur ajo konstant e jashtme, amortizohet më mirë. Nëse ne jemi të përgatitur, apo të pa përgatitur. Nëse jemi në të përgatitur. Shqipni tash sa është, ndoshta javën tjetër hapim ma thellë të jemi këtu, po e bëj vetëm një hyrje dhe të mbaroj. Qetësimi i trunit tonë, për me fillu me mendu, është njësoj sikur themi një liçe ose një det që është në val, është i shqetësuar, vetë i shqetësuar. Për shkak se ka era të ndryshme, ka lëvizje të ndryshme, ka rrethana të ndryshme. Edhe jemi shqetësuar, është i valzuar. Edhe në shqetësim, nëse është truni i shqetësuar, a mundet me marrë në mënyrë të themi të shëndetshme vendimin. Mundet me funksionë në mënyrë shëndetshme. Jo. Prandaj qetësia jonë është vendimtare. E keni pa detin e qetë, apo liçenin e qetë. Keni pa ndonjëherë liçet qetë. Kur qetësohet liçeni, edhe një miskoj, thërmia ma e vogël shifet, e keni pa. Dhe thët, a kur ka varë, nuk shifni kur gjonë. Dhe dhona është i valzu, nuk shef kur farë thërmia. A kur është i qetë, shef gjithë shka. E ashtu duhet me qetësu shpirtin edhe mendjen, e qetësu. Dhe marë pa frika, pa stres. Edhe me pa, mu qetësu për me mujtë me i pa ta mamë gjdo lëvizje, me qenë vedishëm për gjdo lëvizje. Ato janë sisteme që në kulturën islame janë determinume shumë fort, po edhe në besimet tjera. Në mënyra e të menduarit lidhjen me botën shpirtërore. Atë meditimin, po flas me një gjuhë përgjithshme, me pas të shëndetshëm. Edhe aty ka disa faza. Kemi meditim ku në fokusohemi një punë, edhe aty valët e trunit janë fokusuara në një punë. Edhe unë jam i koncentruar, i fokusuar në një çështje. Edhe është meditim me fokus. Keni meditim qetësimit, a keni ka ndodhur ndonjëherë me ushtrim, plazh, mramje. Kur hana reflekton në ndetje apo liçe. Edhe ju praktikisht jeni qëtërirë, jeni relax, edhe është një meditim ku ju jeni të vetishëm për çdo lëvizje, nëse ka muzikë dhe dëgjoni muzikën. Nëse jeni fokusuar me një punë, do të ndodh muzika se dëgjoni, se jeni të fokusuar. Ato janë valë tjera të trunë. Nëse jeni, themi,
në vëzhgim, e shifni, e ndjeni dire dhe frymarin, është një qetësim i lloj tjetër. Do thonë qetësim i liçenit me fokus, këtë tjetrin me një relaks, ku jemi vetëdijshëm për frymarrjen time, për trupin tim, për gjymtyrë, për rrethonat. Ha? Atëherë egon e kontrollit. Egoja nuk e ka fuqi. Nuk ekziston një lidhje tjetër shpirtërore, që thuhet meditim transcendental, ku dal prej vetvetes, e te i kaloj vetveten. Jam në një dimenzion ku nuk ka, do thonë, as hapësirë, as kohë, ku komunikoj i qetë totalisht. Është kulturë e posaçme, duhet me kultivu. Është pjesë e këtij edukimi, ndoshta më e rëndë. Ku unë qetësohem komplet. Shpirtnisht e qetësoj vetveten për shkak se nuk lejoj asnjë sfidë për rreth, asnjë stres për rreth me ndiku në mendimin tim. Jam i vetëdijshëm, por jam në një dimenzion nivelit krejtësisht tjetër. Dhe ai është një nivel shumë pak kërkon energji për i trunit, mirë po është nivel i qetësimit. E tash, në atë nivel qetësimi, 100% realitet shumë më tepër me përqindje i afrohem realizimit të qëllimeve, se sa me ndonjë aktivitet tjetër të punës, që është me ndjersitje, me qindra akcione. Thot, shumë është me rëndësi me kuptu se lidhja mes të mendjes tonë, dijeve tona, edhe shpirtënorës e jep efektin e duhur. Aty brenda kuptohet se ka kulturë të menduar, besim të plot. Mirë po, ne kemi në durë tona mundësin e qetësimit trunit. Pra, fokusohemi një punë, unë do marrim një qëllim, jam i fokusuar. Dhe atë është meditim për një çështje. Çështje momenti relaksit, kur unë jam i vetëdijshëm për krejt çka ndodh rreth meje. Mirë po dhe ajo e treta, që është më e forta, e zhvilloj trunin tim, duke hyrë në dimenzion të krijimit, ku hudhem jashtë dimenzionit kohës dhe trupit. Është shumë e rëndësishme. Edhe ajo kulturë vjen direkt nëse kemi besim të plot se ne jemi me ndihmën e krijuesit, ne jemi kreatorë. Ne mendohet se ekziston një fushë kuantike, zero, ku s'ka, themi, ku është vakum. Edhe mendohet, bile, shkencërisht, është vërtetu se realitet mendimet tona nuk krijon trunin tonë, ne vetëm i iniciojmë, atje krijon, edhe mandi tërheqim. Nëse ndodh ajo atje mu kriju, çka dojmë ne mujmë prej asaj fushë kvantike me realizu në jetën tonë. Edhe ajo është dimenzion i arritshëm. Ama nuk mujmë me mri me narrativin e hajde ta quaj ashtu, nuk po du kërkem me nënçmu, po me qenë më i kuptueshëm. Për me qenë më i kuptueshëm do ta banalizoj. Me primitivizmin e masës njerëzve me cilin ju harxhoni kohën. Me mentalitetin e çajtorës. Tingër, tema që s'kan lidhje me krijimin. Edhe ju, ne, krejt, ma shumë e mbushim trunin tonë me destrukcion se sa me konstrukcion. 24 orë me ndoni, cilat janë ato mendime që ju kaprojnë ditën. Unë vetëm po mundohem një dhënë një farë formule që unë e përdori, e di se nuk është e lehtë, e di se duhet për ditë, nuk mjafton një herë në vit, një herë në muj, një herë në javë, jo, çdo ditë. Bile, çdo ditë ndoshta ka 2-3 herë. Në Islam e keni 5 herë. Gjendje e pushimit trunit
Ka shkolla, sidomos në botën lindore, po flas për lindjen e lartë, ku fëmijët para orës 50 minutë i relaksojnë që truni me qenë çka më i kapshëm në 50 minuta të ashtë. Nuk mundet truni jonë me funksionu, po që se ne nuk e kemi trunin në pushim, ose nuk e kemi të përgatitur, nuk e kemi të kultivuar për atë aftësi, ato atribute që i ka maqina më e përsosur, e quajtur truri, i dhënën për kriju, me dhënë performancë. Edhe këte, sado që ju duket, se unë e mendoj shumë shpesh, thamave, mund të bëjmë që këtë tema të thella të rënda, a thua kanë në marrë vesh njerëzit. Nuk e dia kanë në marrë vesh njerëzit, mos me qeni bindu se merr një vesh nuk e foli. Ama jo krejt kanë në marrë vesh, ose e merr një vesh, por nuk kanë ka me duk filozofi, leket filozofi se kjo nuk ka lidhje me jetën. Ka shumë, ka marrë kohës, dhe mos për ju matriqin. Krejt jeni matrisë, e di Isaki, unë jam 62 se. 65. Qenë ke maj, nuk që ke maj. Për ju që jeni, ka marrë dita, në një mosh, themi, mesatar ose në mosh ma të shtyrë, kur keni me mendu për këto orë, që pa dhe po inqizohë, kur keni me ndëgju atëherë, keni me thonë, nëse jeni të sukseshë, keni me thonë, bravo, e dëgjova, e realizova, edhe me të vërtet ndodhi mrekullia. Një mas për shka me thonë, e kom dëgju, e kom ditë se kom bo, a e ka me qenë dhim shumë e madhe. Është fat shumë i madhe për se cilin për jush, po dhe për mua është fat, se tash e të tjesë po ako mundëm me kultivu, mundëm prej tash, do të thotë mi dhonë vetës jetë përmes krijimit ati mendimin, edhe me kultivu në brezat tjerë në familje, kur nuk është vogël, po për ju që jeni matri, është jashtëzakonisht e hyshme. Në jetën private, në biznes, pa marrë vesh çka punoni, mi kuptu këtë rregull. Edhe kur këto bashkëdyzohen, themi, është një orë, është ora tjetër, është prezantimi tjetër, ato bëhen 100, 200, 300, ju i ndëgjoni, është sikur me pas dije jo formale, doktoratura, ndabi të ndryshme që bashkarisht janë të ndërlidhura, janë kompatibile. Edhe japin një personalitet tjetër. Spaku, kur të hapin një gojën, a është, themi, mbledhje familjare, në ceremoni familjare, ceremoni mortore, parë parasysh ku jeni, kur të hapin një gojën, kanë me parë njerëzit tjetër intelekt. Dhe kanë me dasht ju konsultu juve. Me ju pyet çka mendoni për këtë punë, çka mendoni për këtë punë. Antarët e familjes kanë me ju vlerësu shumë atje. Tu fillu prej gruas, burrit, shumë është me rëndësi. Fëmijëve. Po, krejt në keleve shumë këtë botë, me asi përgatiti kur të shëmë këtë botë, betet një zbrastim. Ama nëse kultivoj mirë në familjet tonë, rrethin tonë, atër zbrastina është shumë më e vogël. Për shkak se ka vazhdu shumimi i vlerave sublime dhe të mira. Vetëm në kësi forme krijohet vlerë. Sidomos në network, a ne punojmë network. Unë para 13 vjetëve, me pas njoft, ju mu, që të thonë kjo është, do të thotë njerëz që më ka njoft, kom njerëz në strukturë që më ka njoft. Në dallimi është shumë i madh, unë e shoh vetë vete, por nuk e shoh sa e shohin ata. Do kjo është sikur nata me ditë. Kemi qartë, edhe është e kuptueshme pse deri para 13 vjetëve suksesi ka qenë shumë i kufizuar. A pse tash është ndryshe? Mu për shkak se i kom pranuar rregullat e lojës. Bile më dhim se vetvetja që s'jam më i ri, për me pas më shumë kohë, më shumë e mësu. S'kam katë më të madhe me shku 24 orë, zotit. Me që këtë, mës me kultivu. Kur ta kultivoni mendin, e shifni tamam me qetësi, detit qetë, e shifni tamam, a ja vlena nuk ja vlena. Edhe as një mendimi tjetrit, që është negativ, nuk ju ndikon me në mos suksesin e jetë. Njerëzit tjerë që flasin negativisht, ta nuk janë të vetëdijshëm se i dëmtojnë edhe ju.
Shifni, nëse keni fëmijë, 1 vjeçar, edhe më të vegjël, 2 vjeçar, 3 vjeçar, ata luajnë edhe ndëgjojnë muhabetin jo çeva. Shumë të me pas kujdes. Nuk jeni të vetëdijshëm çfarë përgjegjësi e keni në jetët e tyre. Në temat si mendojnë njerëzit piduhanit i mshojnë kur ka foshnje, e deri të temat më të rënda, bile edhe ngrisin zonin, duke mos e di pasojnë që e shkaktojnë fëmijëve, se fëmija mëson në atë që e shef, jo atë që e dëgjon. Po e dëgjon, me dëgjim e tërheq vëmendjen, edhe mandej ata e shohin rrethanë dhe në bazë të asaj krijohet person me atribute dhe performanca që thithin të mirën, apo me atributa dhe performanca që thithin të keq. Edhe aty mandej dalën kriminali për jo kriminali. Tu i pa emisione shkencore, tu i gurumtu ma thellë, me pa truri kriminalit ka gavra, ka gropa, mendje sume. Truri pasiv nuk mendon kur për të mirë. Thonë të baba em, ik ba prej Demrelit. Demrelit kur si shkon mendja të e mira. Vish të e keqë. Nuk mundet, kjo është njësoj sigur, shifni nëse nuk e kultivoni, themi, trullin. Çka rritet? Therë. Njësë është me trullin të. Nëse ne lejmë me rritë thera, ne jemi therë, ku gjë tjetër. Shumë është në rëndësi. Do ta vazhdojmë temën në javën e ardhshme, për shkak se janë tema shumë interesante që njëna me tjetrën janë të lidhura. Për marrë deri te kulturën tonë të menduarit. Për shkak se është muaji i Ramazanit, po hapi kështu tema të thella, se po mendoj se edhe gjendja juaj mentale është më e hapur për mi pranu këtë tema.